Hej, jemi këtu nga dita tjetër, më shikoni me ka flosur si të shmëndor, sepse kam kap qikësi nuk ja kështu si i kam kapur. Por tani do t'i gatoj për herë të parë Matias qiqra. Ja ku i kemi këtu. Do të flet një 6 luk, e di që është shumë 6 luk, por ato t'i vet 4. Unë këto do t'i laj njërën të. Pasaj do t'i zjeje. Di që duan diku tek 30 minuta për t'u zjerë, edhe prandaj do t'i lë të zjejnë, edhe do ikim në plazh, do bëjmë gati, edhe do ikim në plazh me Matias. Edhe sa të bëjmë këto, sa të zjejnë këto, besoj ne do bëhemi gati. Dhe këtu ngellëm në shtëpi. Matias i kam lënë andi në domë dhe kam pak me rak se mos më bëhe në krevati. Edhe t'i hedh ujnë, t'i vendosit dhe kapakun edhe kaq. Më do të marrë edhe një ujë tjetër, por i kam jashtë. Kam edhe një këtu gjysëm, as gjysëm jo. Edhe kështu që do bëjmë gati për në plazh, se kemi një 4 ditë që nuk kemi vajtur. Besoj se po 4 ditë, mendoj 4 ditë. Unë po vëshoj ujtë këtu, në pakun. Okej, besoj, nga që është mjaftueshëm. I lëm aty të zjejnë dhe bëjmë gati për në plazh. Tani do t'jap pak qumësh Matias, se tani unë ngrit nga gjumi. Edhe nga ora 4:30 kështu 5 i bëj një frut. Okej, lëm të zjejnë tani. Edhe shikoni që këtë fetullat e mia, janë katastrofë, duhet heq. Ti tregoj pak të bukurin time. Hello, Matias! Viti gjumë të krevati mamit dhe i babit? Du të vles të krevati jot, Matias? Du të vles të krevati jot? Po, dhe kim në plazh? Dhe kim në plazh, mama? Iki? Iki? Ku do ikim ne? Ku do ikim ne, Matias? Do ikim në plazh? Hej, jemi këtu në bazë 2 orësh, Matias nuk të do të nxjerrë kokën më rrap. Edhe ha me mama, ha. U kënaqe? Vete. Edhe nuk vajmë në plazh për arsye sepse po fryn shumë erë. Edhe prandaj nuk dolëm, por u lam. Edhe sa më i spit, ha? Hej! Edhe do dalim një gjiro për pak, por po përtojmë shumë që të vishem, këtu rregullojmë të bëjmë gati. Po përtoj su Matias, o shpirtin. Edhe ato qishrat me Matias akoma nuk kanë zirë, nuk e di se kur kanë ndërmend të zirë, por po presi. Jo se kam gatuar, s'kam gatuar akoma. Po ke? Vasfët bukra.
shumë bukur. Lagja jote, Matias. I mbaron gjëra, unë po pastroj këto shohin në vite natës. Dhe po pastroj këto borën të poshtë, se fruti e pra dje dhe u bë këtu. O zot, sa fnis. Edhe tani po nis pak lullet. Është një vatë të mërshme sot. Edhe se dalim sërish më vonë, sepse është një spektakël me drona, që po mbaj shpik të kamerën. Edhe në diku tek 300 drona që do bëjnë spektakël, edhe po kisha shumë dëshirë që të vjetë i shikoja, por shikojmë si do jemi, do vete, nuk e dim, akoma. Edhe kështu, edhe si që po që nga në njëtore, që bëm tjetër, këtu bëm, dhe një gjëra në fanë, edhe ja gjëra kështu. Po jam super e lodhur, sepse gjithë ditën, si me Matias, tani po postroj të poshtë, kam një orë, po vështë si po i hap tani. Ulon gjitha këto karrige, çdo gjë këtu poshtë, edhe tani po i lulem, edhe kështu, shumë e lodhur. Sa e bukur është bërë kjo lulja këtu, të spërkatsim edhe pak tej. Është bërë shumë e bukur. Sua dhe këtë tjetërën këtu, do të vendos këtu. Por do të marrë dhe stolin tjetër që kam lartë, që s'pa të rëgojë mirë. Ja, ta përreckojmë edhe të shiktej, si gjunat e shkreta. Edhe po servi ujë me shumë presion tani. Dhe kjo palma këtu është bërë shumë e bukur. Edhe këtu. Sa bukur është bërë, është rritë këtë shumë. Këtu është çanta e Matias. Shko sa bukur duket lartë nga balkoni. Edhe është kjo pista që isha në Matias. Ja, po është këtu. Edhe po mbledhin njerëzit për të vajtur festa e dronëve. Edhe të kjo pista këtu që shikoni që është me çadra, është i tip treti. Matias! O Matias! Do flesh shumë sot. Matias, ora 12 e natës, ti akoma në zgjuar. Morë vesh.
po erdhëm në shtëpi dhe vajte ora diku te rreth 1 natës. Tani Matias po pi edhe shpresojmë të flej gjumë. Këto kohë është prishur komplet ky gjumi. Nuk e di, nuk flas ditën, as natën. Është shumë gjë e çuditshme. Dhe unë këtu që duhem si fantazëm. Edhe kështu, edhe ishte një spektakël vërtet aq shumë i bukur me drona. Aty në kamer është diçka dukesh domethënë kështu diçka me drita kështu, po kur e shikoj live është vërtet spektakël, ishte shumë gjë e bukur. Atëherë kjo u bë për arsye sepse këtu në qytetin ku jetojmë ne mbushte 70 vjet. Edhe prandaj u bëi spektakli me drona. Edhe ishte dhe gjithë ditën sot jo festa, gjëra dhe gjithë ditën kështu me zhurma ne kthej. Edhe kështu dhe do ju mbyllim tani dhe do shihemi sërish tek videon e nesërme. So, bye! Bye dhe nga Matias tu që popi!